Deputetët e zgjedhur të Kuvendit të Kosovës ende nuk po arrin konstituimin dhe zgjedhjen e kryeparlamentarit. Për 14 seanca me radhë nuk e arritën qëllimit për atë që ishin mbledhur. Pozita Lëvizja Vetëvendosje, si fituese e zgjedhjeve të fundit, ka propozuar Albulena Haxhiun për kryeparlamentare, ish ministren e drejtësisë, por derisa opozita nuk e do Haxhiun në këtë pozitë, Kosova ka mbetur në një ngërç politik. Por cili është qëllimi i opozitës? A janë kundër fitores së vetëvendosjes dhe duan të bllokojnë këtë parti në pamundësi për të formuar institucionet, apo janë kundër ministres Haxhiu për shkak të vendimeve të saj sa ishte në atë pozitë? Publicisti dhe njohësi çështjeve politike Idris Zeqiraj, në një prononcim thuhet se humbja e thellë e opozitës ka bërë që ata të jenë në një gjendje të çorroditur. Ai kritikon opozitën se si munden të mos votojnë Haxhiun si njërin nga deputetet më të votuara me 150.000 vota të qytetarëve të Kosovës. Zeqira thot më tutje se Byron për verifikimin e pasurisë pa mbulesë burimore financiare, opozita e ka bllokuar qysh në nisëm, nga që zhvatja e shtetit nga shtetarët dhe pushtetarët ka qenë makrojanë zyrtare për gati 2 dekada radhazi. Analistit thotë se opozita është hedhur në sulme frontale ndaj vetëvendosjes, duke refuzuar dhe çdo takim me ta. Opozita e trimëruar por edhe tmerruar nga shantazhimi i Serbisë në dosje të boshme penalizuese, është hedhur në sulm frontale kundër opozitës. Ndodha krerët partijake përjashtojnë fare fituesin e zgjedhjeve, LVV jo vetëm nga kompozimi i qeverisë, por edhe nga refuzimin e çdo takimi ku i pranishëm është Albin Kurti dhe Lëvizja Vetëvendosje e tij. Zeqiraj ka folur dhe për ofertën e Albin Kurtit për koalicion në bashkëqeverisje të bërë LDK-s, kryetarit Lumir Abdixhiku, ku ka kërkuar një marrëveshje paraprake politike. Lidershipi i ri me ekipin e tij ka punuar shumë me profesionalistë të fushave të ndryshme për hartimin e një plani programi zhvillimor ekonomik dhe politik të Kosovës. Mbizotron opinioni se kryeministri Albin Kurti, edhe pse ka mjaftueshëm zvendës kryeministra dhe këshilltarët, ka një ego të sëmurë dhe nuk i konsulton në masën e dur për vendimet që merr. Tha ai, sipas publicistit Zeqiraj, për të marrë vendime të pjekura të mençura dhe me vetkontroll të qeverisë, një koalicion stabël i qëndrueshëm është larg më i pranueshëm se sa një qeveri me një numër deputetësh sa për të bërë qeverinë, por që mund ta zhbojnë atë dhe në një turbulencë vogël politike.